Një ngjarje tronditëse ka shokuar opinionin publik përgjatë ditëve të fundit, ku një video në të cilën shiheshin disa vajza të reja teksa dhunonin një tjetër adoleshente bëri xhiron e rrjetit. Ngjarja e regjistruar rreth një muaj më parë dhe e bërë publike vetëm së fundmi shkaktoi ndinjë të thellë në shoqëri, ndërkohë që të shumt kanë qenë ato figura publike të cilat nuk kanë qëndruar pa thënë disa fjalë në rrjetet e tyre sociale. Së fundmi ka qenë këngëtari Luizelli, i cili ka reaguar përmes një mesazhi të gjatë ku ka shprehur shqetësimin e tij për fenomenin e dhunës mes të rinjve dhe mënyrën se si raste të tilla prekin jo vetëm viktimën, por të gjithë shoqërinë. Ka ngjarje që nuk të lën vetëm pa fjalë, të lën pa frymë. Kur një fëmijë ngre dorë mbi një fëmijë tjetër, nuk ka dështuar vetëm ai, kemi dështuar të gjithë, shkruan Luizelli ndër të tjera duke bërë më tej thirrje për më shumë edukim dhe kujdes ndaj fëmijëve. Reagimi Luizelli. Ka ngjarje që nuk të lën vetëm pa fjalë, të lën pa frymë. Kur një fëmijë ngre dorën mbi një fëmijë tjetër, nuk ka dështuar vetëm ai, kemi dështuar të gjithë. Një shoqëri nuk shembet kur dëgjon britmat, shembet kur mësohet me to. Dhuna nuk lind brenda një dite, ajo ushqehet nga indiferenca, nga urrejtja, nga mungesa e edukimit dhe nga bindja se poshtërimi të bën të fortë. Trimëria nuk është të rrëzosh dikë që nuk mbrohet. Trimëria është të mos e lësh askënd vetëm. Videot fshihen me një klikim, por plagët që lë poshtërimi nuk fshihen për vite të tëra. Një grusht zbehet me kohën, një shpirt i thyer mund të mbetet i plagosur për gjithmonë. Fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për shkolla që u mësojnë matematik dhe gjuhë, kanë nevojë për familje, mësues dhe një shoqëri që u mëson çfarë do të thotë të jesh njeri. Mos e ndani këtë histori vetëm për t'u indinjuar, ndajeni që të mos përsëritet. Një kom nuk bëhet i madh nga stadiumet apo sheshet që mbush, por nga fëmijët që arrin të mbrojë. Dhuna nuk është kur forcë, forca është ta ndalosh atë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.